se vini në shtëpinë tonë. Mirdita dhe në fakt edhe mirë mëngjes për të gjitha ata që janë zgjuar dhe e kanë nisur ditën pak më vonë. Ne do jemi këtu për gjitha ata që e kanë nisur herët, që themi mirë mëngjes, dhe e kanë nisur vonë, që i themi Mirdita. Mirë se erdhët në shtëpinë tonë. Unë jam Anjeza Maja, së bashku me mua është një koleg shumë i dashur imi, Alban Musa. Ne do t'ju shoqërojmë çdo ditë, nga hëna deri në të premte në shtëpinë tonë të dashur, Top Channel, por në shtëpinë tuaj që do të bëhet nga dita e sotme. Shpresoj të bëheni pjesë e jona çdo ditë. E di Alban se çfarë po mendoja sot. Që të thuash zonjë shtëpie, fjalë goje. Po të jesh zonjë shtëpie të merr shumë energji. Ai shumë energji, sa ti duhet kujdesesh për të gjithë pjesëtarët e familjes. Të dish të zgjedhësh, të jesh një koqire, të gjedhësh tregtarin e duhur, të kujdesesh për tekat e të gjithë pjesëtarëve të familjes, kështu që respekte për të gjitha zonjat e shtëpisë. Zonjat shtëpiake. E them shtëpiake, nuk do të thotë se je pa punë pasi ne sot do të vërtetojmë se sa shumë punë bën një zonjë. Sa shumë punë bën ajo gjatë shtëpisë, e kam vënë re në momentet që ne përgatitemi çdo ditë për emisionin. Të merr vërtet shumë energji. Një duar trokitje për zonjat, edhe një herë. Por edhe për zotët e shtëpisë. Tani, vërtet që zonjat kanë një peshë të rëndësishme në mbarvajtjen e një familje, po edhe zotrinjt, edhe kryefamiljarët nuk janë prapa. Sepse jemi ne ata të cilët jemi, le ta quajmë, shtylla e shtëpisë, zgjedhim destinacionet, kujdesemi për gjithë familjarët, punojmë fort që të zgjedhim të ardhura në shtëpi, që të gjithë pastaj të kemi. Duhet të na bëni dhurata të bukura pastaj duhet zonjave të shtëpisë. Me zonjat tona, dhurata, blerje, pedikyr e shumë ato me kyr nga mbrapa, të cilat ne duhet kujdesemi që zonjat tona të duken të bukura, edhe bëjmë shumë mirë që e bëjmë. Të gjëra duhet ta bëjmë gjithmonë. Megjithatë, jo më kot e bëm ne këtë hapje. Sigurisht. Për të treguar se çfarë përmban emisioni jon. Kështu se në një farë mënyrë ne ju bëm një rezume të gjithë emisionit që do të keni mundësinë ta ndiqni ditë pas dite me ne. Këtu në Top Channel, sigurisht. Dua t'ju them që në shtëpinë tonë do flasim për shumë gjëra. Realisht do flasim për produktet shqiptare, për produktet të cilat rriten në vendin tonë, madje edhe mund të importohen, por ne do i mshojmë shumë pjesës së vendeve shqiptare, të produkteve shqiptare, plus kësaj do flasim për utilitete. Ti quajmë kështu utilitete, gjëra të cilat janë të nevojshme, gjëra të cilat na shërbejnë që të gjithëve. Do flasim për mjekësinë, do flasim për turizmin mbi të gjitha, do njohim Shqipërinë cep më cep me traditat, me ushqimet dhe mbi të gjitha me natyrën e mrekullueshme që mama natyra na e ka falur. Gjithashtu do të kemi edhe recetat praktike që t'ju vinë në ndihmë të gjitha zonjave, por edhe zontrive. Shkojmë në tavolinën tonë. Mbi të gjitha. Do ham. Tani shkojmë tek tavolina. Tek tavolina në cilën bëjmë edhe startin e formatit tonë televiziv. E shikoni sa e mbushur plot e për plot është? Me çfarë është e mbushur kjo tavolinë? Me pjeshk. Shohim pjeshkët në ekran, i kemi me push dhe pa push. Kemi dhe nën produktet e tyre, por fillimisht përpara se të flasim gjatë e gjerë për pjeshkën, ne do të ndjekim historikun e saj. Studimet tregojnë se fruti i pjeshkës është kultivuar për herë të parë në kulturën kineze. Aleksandri i Madh, pasi pushtoi Persin, bashkë me fitoren mori me vete edhe farat e pjeshkës, të cilat më pas u përhapën në të gjithë Europën. 3 lloje pjeshkësh janë ato më kryesoret. Pjeshka e zakonshme që karakterizohet nga një lëkurë e hollë dhe e butë, me pushtë të hollë dhe që mund të ketë tul në ngjyrë të bardhë ose të verdhë. Pjeshka pa push ose nektarina, e cila karakterizohet nga një lëkurë e butë dhe tuli i saj është zakonisht i verdhë ose i kuq dhe i fortë. Gjithashtu, ekziston dhe një kategori tjetër, e cila nuk është në tregun e pjeshkave, por përdoret vetëm për lëngje frutesh, sepse ka tul shumë të fortë. Pjeshka është konsideruar si simboli i jetëgjatësisë. Çelja e pjeshkës simbolizon rinovim, rilindje, bukuri, rini dhe besim në martesë, ndërsa në simbolizmin kristian, pjeshka është fruti i shpëtimit. Jemi në shtëpinë tonë, në këndin e kuzhinës, nuk ka kuptim një shtëpi kaq e madhe që të mos ketë këndin e kuzhinës, që është vendi më i dashur i të gjithë pjesëtarëve të familjes. Aty gatuajmë, aty mendojmë teksa gatuajmë, bëjmë shumë gjëra në kuzhinë dhe mbi të gjitha shijojmë ushqimet që nëna, mami, gjyshja na ka gatuar. Unë jam me Gertiana Lutajn në studio.
ish konkurente e MasterChef, një nga 7 finalistet dhe shpresoj që sot të na kënaqësh me recetat e tua. Gjithashtu shpresoj dhe unë. Si të duket atmosfera në shtëpinë tonë? Mirë, shumë bukur është bërë. Suksesi, është koftë mbarë. Faleminderit. Gertiana, jemi në orët e para të ditës, çfarë na sugjeron që të bëjmë? Në mëngjeset tona zakonisht hajmë në një tost, në një kos frutash, në një lëng. Po. Ne sot kemi mundësinë të bëjmë disa gjëra të thjeshta. Që sigurisht në bazë të saj kanë pjeshkën, për të cilën ne po flasim, ndoqëm historikun, edhe do t'ju japim një recetë shumë praktike që ta përdorni pjeshkën në disa mënyra, jo se nuk i përdorni dhe nuk i dini. Atëherë mënyra e parë që ne ju ofrojmë në këtë moment të ditës është një tost me pjeshkë. Po, është një recetë amerikane. Nuk është si ato tostet klasik që bëjmë ne me një fet djathi, një fet prosciutto. Këtë rast do përdorim 2 feta buk. Ndërkohë të ndihmoj dhe unë të vë dhe unë përpara. Faleminderit. Do të marrim 2 fetat e bukës. Do t'i lyejmë në një sipërfaqe të lehtë gjalpi dhe sigurisht më vonë do t'i kalojmë për skuqen, në tigan. Pra mund të marrim bukë të ndryshme, mund të marrim dhe bukë në forma të tjera. Po, sigurisht. Rëndësishme është që t'jem pak fetat e holla në mënyrë që kemi hapësirë dhe për të bërë mbushjen dhe t'jetë edhe lehtë për t'u ngrënë. Pra, marrim fetën e bukës, e lyejmë me gjalp. Po. Në brendësi të saj, vendosim bazën që kemi sot, pjeshkën. Pra, është një tost me pjeshkë. Po. Nuk është e zakonshme. Nuk është e zakonshme, nuk e kisha dëgjuar e parë. Ka edhe qep. Ka edhe qep. Po. Ka edhe qep, është e kuqe. Qepa e kuqe gjithmonë është... Pra, kemi marrë qepën e kuqe. Ka një përqindje, është e ëmbël, nuk është si qepa jeshil... Qepa e bardhë. Qepa e bardhë që përdorim ne zakonisht për gjellët tona. Da është edhe më e pranueshme për ta bërë një kombinim mes të ëmblës dhe të kripurës. Djath. Dhe kjo është receta. Domosdoshmërisht duhet jetë djath kaçkavall? Mund të jetë djath kaçkavall, djath picash. Unë personalisht e pëlqej më tepër djath picash pasi bën lidhjen e masave që ka brenda fetët e bukëve. Po gjithsesi sipas mundësive që kanë zonjat në shtëpi, dikush mund të ketë djath bardh, djath kaçkavall. Sipas. Tani çfarë ndodh me tostin? Do të hedhim vetëm pak krip, pak piper dhe pak sheqer. Okej, të ndihmoj unë. Gjithmonë është mirë që të bëjmë një kombinim erzash për çdo gatim, pasi paska se jam pak në mas, japim një ndryshim që dallohet vetëm në momentin që ti e shijon. Pra ky është tosti jon. Me ta bëjmë pak më elegant. Po. Okej. Ndesim furrën, hedhim dhe gjalpin në mënyrë që të marri një sipërfaqe. Okej, më ndihmo te kjo pjesa e art. Okej. Ja, po bëjmë një tost me pjeshk, me qep, me djath, me gjalp dhe me erza. Mund të konsumohet pa frikë fare në këtë orar të ditës, pasi ju jep energji, keni marrë nëpërmjet bukës edhe fibrat e duhura, kështu që ju sugjeroj që ta konsumoni. Shtojmë vetëm pak gjalp. Pak gjalp, në mënyrë që të bëhet më mirë thekja. Po, të marrë një ngjyrë të artë sipër dhe sigurisht bëhet edhe crispy kërce. Po. Sa minuta do ta lëmë në zjarr apo e shohim me sy të lirë. Pastaj varet sipas dëshirës, disa njerëz e duan shumë të pjekur, disa më pak të pjekur. Rresim vetëm pak temperaturën. Besoj që është gati. Po, edhe gjalpi është pothuajse gati. Mjafton. Do të bëjmë vetëm një kalim të shpejtë. Kemi kosin këtu përpara, bëjmë një kos frutash të shpejtë me pjeshk. Është një mundësi shumë e mirë. Nuk ka shtëpi shqiptare e cila nuk ka kos. Kështu që frutat e freskëta të stinës është shumë më mirë që ne t'i konsumojmë ashtu siç janë, të freskëta, të papërpunuara dhe mjaft thjesht për ta përshtatur edhe me shije të tjera, siç është bulmeti. Në rastin ton, përdorim kosin, marrim pjeshkën e presim. Ja. Gertiana, si duket tosti? Në rregull. Po e merr skuqen e vet, e bëjmë avash avash. E presim në fetat holla. Dhe krijojmë kështu një kos frutash, është një recetë shumë e thjeshtë. Është një gjë shumë e mirë për ne shqiptarët sepse
Po të dalësh jashtë vendit, në qytetet tjera, në shtetet tjera, ke mundësin dhe luksin të provosh gjëra që ne këtu nuk kemi luksin, ndoshta edhe ti blem disa prej familje shqiptare, pasi janë të shtrenjta. Janë të shtrenjta, janë edhe të panjohura, për shembull ka produkte që ne nuk dimë edhe t'i gatuajmë. Zonjat nëna tona e kanë pak të vështirë, të rinë më ndryshe se shikojnë nëpërmjet internetit, ka mundësi të. Dhe doja të thoja që në rast se ne shkojmë në Londër, në Gjermani, në vendet europiane, nuk e kemi mundësi të kemi pjeshkët kaq të mira, sepse vinë nga vendet nga Turqia, vinë të sjella dhe kemi shansin e mirë, po, kemi shansin e mirë që ne t'i kemi. Edhe kosi i freskët dhe frutat janë të Klima në Shqipëri na ofron favoret që ne kemi luksin t'i bëjmë vetë, jo t'i blejmë të gatshme. Ndërkohë, kemi hedhur deri tani kosin, pjeshkët e prera lehtë, për ata që kanë dëshirë ta ëmbëlsojnë më shumë, i hedhim pak mjaltë, ndërkohë që kjo recet mund të përmbaj në brendësitë e saj dhe pak arra, bajame, mund të lejohet çdo gjë që ju keni dëshirë ta shoqëroni, mund t'i fusni edhe fruta të tjera, nuk është problem. Mjafton që ju ta merrni atë të freskët. Ndërkohë kemi përftuar kështu edhe një kos frutash. Një mëngjes shumë i shëndetshëm. Është dhe tosti gati, të ndihmoj me një pjatë. Ndërkohë që vendos tostin në pjatë, ne do ta presim atë dhe do ta shijojmë. Viaxhoj Albanit. Zonjat e publikut, ju duket interesant ky tost? Shumë interesant. Dhe shumë i shishëm. Si e gatuan pjeshkën? Është sezoni tani. E urime për emisionin. Tani në sezonin muajin shtator, ne përdorim komposto, gliko, reçelra, to i përdorim. Kurse tost nuk kemi bërë ndonjëherë me pjeshkë. Po pra, ja e mësuam sot së bashku, do ta bëni në shtëpi sapo të shkoni? Sapo të shkoj në shtëpi, jo bëj. Megjithatë unë do t'ju jap një copë që ta provoni për të kuptuar që ja vlen apo jo që juve t'ju a servirni familjarëve tuaj. Ndërkohë që Gertiana e ka bërë gati tostin. Tosti është gati. Tani, e presim për ta parë në brendësi. Na e pres bukur, Gertiana. Okej. Ky është dhe tosti. Shumë i thjeshtë për t'u bërë, shumë i shishëm, shumë i ushqyeshëm. I shpejt në kohë, pasi mëngjeset tona na presin sigurisht për të vrapuar në vendin e punës. Tani unë hoqa dorezat dhe duhet ta provoj. Jo tani, pasi nuk është komode ta ash në transmetim. Ndërkohë, do të ndjekim së bashku një klip i cili do të na tregojë se si mbillet pjeshka. Nëse ka një frutë që nuk duhet të mendojeni 2 herë për ta konsumuar, ajo është pjeshka. Të buta apo të forta, me push apo jo, kjo nuk ka rëndësi. Kudo që të jeni, rrëmbejeni dhe konsumojeni atë. Pjeshkët për të kultivuar dhe për të rritur kërkojnë një klim të ngrohtë dhe kushte të favorshme, ashtu siç ndodh në këtë plantacion në Lushnjë. Aty rriten dhe kultivohen pjeshk prej shumë vitesh, por varieteti të cilit janë përkushtuar për të rritur është nektarina. Ajo në fermën tonë është një frutë që hyn në prodhim shpejt. Hyn për 3 vjet hyn në prodhim. E mbjellin fidanin si vjet po zem, edhe për 3 vjet ajo jep prodhim. Me vaditje, me prashit, me frezë, me të tëra gjërat, ja bëjmë vetë se kemi mezitar me tëra kusht. Nuk është. Produkt shqiptar se i marrim të tëra fidanit nga Greqia, helmet po ashtu. Të tëra kushtet ja plotësojmë që janë ndej. E mbarim nga jashtë sepse këtu nuk kanë garanci helmet, fidani nuk del bashku siç e marrim neve, edhe prandaj nuk i marrim. Po, prandaj nuk i marrim që ndej sepse nuk ka garanci. Po, i shartuar është. Është e marrim të shartuar që ndej. Është fidani i gatshëm, domethënë që e marrim direkt e vëm tokë. Është një investim që ja vlen që të punosh. Të jep fitim, jo shumë të madh, po të jep që të vazhdosh të punosh. Pema kur bëhet, nuk i bën të tëra një herë shkollrat. Edhe do bëj, se për shembull do bëj 20% pemës që të piqet. Edhe do mirë ato 20%. Mas 3 ditësh bëhet 30% që tjetër po e zë me pemës, e kupton? Që çfarë prodhimi ka lart. Do merret prapa ai edhe kështu me radhë që kokra që është e vogël do rritet, do bëhet më e madhe. E kupton? Po do bëhet mas 10 ditësh nga sot si e shikon ti kokrën, e kupton? Kjo pema mund të maj kaq kokra dhe kaq do t'i lesh, nuk i le dot më shumë, se do bëhen kokra të vogla dhe nuk ka cilësi.
Kjo familje e cila ka vite që kultivon këtë frut, shpreh dëshirën për ta çuar brez pas brezi këtë kulturë, për shkak të vlerave të shumta që përmban nektarina dhe lehtësisë për t'u konsumuar, çdo vit e më shumë, ata kujdesen që prodhimi të jetë sipas parametrave, dhe ajo çka është më e rëndësishme, plot shije. Ne konsumojmë shumë, jashtëzakonisht shumë, domethënë i japim edhe fëmijëve që të hanë, domethënë është mirë se e prodhojnë vetë dhe hanë pa merak. Prandaj e konsumojmë jashtëzakonisht shumë.